Në lidhje edhe me buxhetin, drejt një policie e cila sipas gjitha raporteve ndërkombëtare dele inkriminuar dhe dele përfshirë në disa akte dhe atentate mafioze, të dorëzosh buxhetin në veçanti dhe për atë që ju përmendni Smart City, i cili më shumë se sa për kontroll po kthehet duket se mund të kthehet në survejim ndaj qytetarëve, qoftë rast të protestash apo ndaj kundërshtarëve politik të pushtetit aktual. Për të rritur buxhetin drejt një policie e cila vetëm tek dosja metamorfoza nxjerr në pa lidhjen e fortë të kësaj policie me krimin organizuar dhe me banda, jo vetëm në Tiranë, por në Shkodër, Durrës, Elbasan e kudo, është shumë e vështirë të mendosh që thjesht rritja e rrogave zgjidh problemin që kemi sot në Shqipëri, dhe problemin që kanë sot qytetarët shqiptar. Unë këtu po veçoj vetëm sipas raporteve. Ju keni raporteve ndërkombëtare dhe dosjeve që kanë deri sot, individ të cilët kanë qenë në pozicione më të larta të policisë shtetit, dhe sot janë në hetim pikërisht fal SKJCC që erdhi nga prokuroria belge dhe franceze, se po të ishte për ne këtu do të vazhdojshin të trajtoheshin si heroj, nga Olti Bistri, ish shefi i forcave operacionale, te Ardit Hasanbegaj, Henigert Mitri, ish drejtori i policisë së Lezhës, Altin Morina, ish oficeri Reneas, Augustin Çinari, ish punonjës i policisë Durrësit, Martin Musaj, ish oficer policisë në Elbasan, Dedan Gjoni, ish shef policie në Tiranë dhe Shijak, Dritan Metaj, ish shef policie në Kurbin, Augustin Deda e Kuran Marku, të dy ishin pjesë në grupin e sigurisë të ish ministrit brendshëm Sajmir Tahiri. Të gjithë këto janë vetëm disa nga efektiv policisë të cilët janë të përfshirë. Kur kjo ndodh në një rast apo në dy raste, patjetër që dhe mund të ndodhë jo vetëm policisë shtetit, po kudo. Po kur është në këtë farmase, faktohet përfundimisht që ka një lidhje të fortë policisë me krimin e organizuar. Ne kemi patur Altim Dumanin, i cili në komision na ka deklaruar se ne kemi lëshuar fletarrestet për bandën e troplinëve dhe ato nuk janë ekzekutuar. Siç ishte rasti i Visis Pojës, që pati mundësinë të largohej, e shumë shefa tjerë të krimit organizuar. Sipas Dumanit, kjo nuk ka ndodhur si rrjedhore policisë shtetit dhe nuk mbante përgjegjësi ai. Pavarësisht se ne i kemi hedhur në fletarrestet në kohë. Dekonspirimi i operacioneve policisë shikohet te Metamorfoza 1 dhe Metamorfoza 2. Akti i fundit i një atentati mafioz në zonën më nevralgjike të vendit më të sigurt që është aeroporti, në të cilën ka sigurinë e shërbimeve informative, ushtarake, policore, forcat speciale, për 1 orë gjys nuk arriti dot policia të kapte në flagrancë kriminalët, pavarësisht se ishte në një moment ku po vinte dhe një delegacion i shoqëruar nga policia e shtetit që u shkëmbyen pikërisht me vrasësit vetëm 2 minuta pas atentatit. Që tregon që ai atentat nuk mund bëhej kurrë pa lejen e policisë shtetit. Dhe që policia e shtetit ishte bashkëpunëtore në atë atentat. Të rrish 1 orë gjys në zonën më nevralgjike të vendit dhe mos të arrish dot kapësh autorët, është pa justifikueshme dhe është e pamundur për të ndodhur vetëm nëse keni qenë bashkëpunëtor në atë krim. Të shikosh që nuk gjen dot efektiv policie kur ndodhin këto akte kriminale, po ndërkohë, siç keni dalë dhe ju vetë bashkë me ministren e brendshme për të kërkuar monopatina nëpër Tiranë, dilni me 10 efektiv policie, kurse në aeroport atë ditë nuk gjehet dot asnjë polic. Nga kthesa e rinasit në autostradë e në gjithë aeroportin. Kjo s'mund të jetë rastësi dhe askush nuk është aq budallas atë mendoj që është rastësi. Dhe ky është pa diskutim një rast i përsëritur se e njëjta gjë ka ndodhur edhe në aeroport kur u vog aeroporti. Por buxheti lidhet tu sepse paguhen para që të mbikëqyret aeroporti, paguhen para që të sigurohet jeta e qytetarëve. Ndërkohë vetmja gjë që ndodh sigurohet jeta e kriminalëve dhe banditëve, që kanë zaptuar sot çdo territor të vendit. Kemi rastin e Elbasanit, kemi rastin e Korçës,
ku drejtorat policisë, edhe ai që keni emëruar ju së fundmi, ishte në hetim nga personi që ishte këtu përpara jush, drejtori i AMP-s, që kishte lëshuar ushtarët e Suel Qelës. Dhe më pas e keni vendosur drejtor të policisë në Korçë. Në të gjitha të lutem, po, të lutem tash mos ndërprit. Jo, kjo është seanca sepse ne paguajmë para, paguhen parat dhe buxheti paguhet, lutem kryetar mos ndërpresi njëri. Buxheti i jepet policisë shtetit për të kryer detyrën. Kur policia e shtetit është e inkriminuar, nuk e kryen detyrën. Ne nuk i japim policisë para për të mbrojtur troplinët, po i japim për të mbrojtur qytetarët nga troplinët. Dhe rastin konkret, unë po i referohem kur paguhet policia e shtetit për të arrestuar bandit dhe kriminal, dhe ndërkohë prokuroria t'i jep flet arrestet dhe ti nuk i ekzekuton, si pas çfarë thot prokuroria, ta të ndajni vetë kush gënjen Dumani apo kush doni ju. Por kjo atëherë për çfarë do t'i japun buxhet? Dhe gjithashtu është bërë arrestimi i presidentit Ilir Meta në formën më skandaloze, në formën më kriminale, sikur të ishte terrorist. Ndërkohë, keni kap Escobarin e Ballkanit duke e shoqëruar me Range Rover para arsi juaj. Kurse rastin e presidentit Meta, disa individ me maska, që edhe sipas avokates popullit, kanë qenë shkelje flagrante dhe s'është marrë asnjë mask për ato njerëz, për ata të cilët kanë qenë pjesë. Madje burimet tonë që janë graduar, që është akt kriminal. Qofse keni qenë përfshirë si polici shteti apo kushdo tjetër. Po siguria gjithmonë do bie mbi policinë e shtetit, prandaj keni ju 80% buxhetit të ministrisë brendshme. Të gjitha këto shërbejnë për t'i thënë edhe kolegëve që kanë merakun se dele vërteta, që e kemi policinë kokë e këm t'inkriminuar, kokë e këm t'inkriminuar e kemi policinë e shtetit, sepse ta thot raportin ndërkombëtar, ta thot Departamenti i Shtetit Amerikan, ta thot Europoli, ta thot Interpoli, ta thon media, ta thot kudo që e inkriminuar. Se nuk ka se si tjetë që për një monopatin dalin 30 polic, kurse për një orë e gjysmë vrasje nuk ka, po ndërpret do vazhdoj. Për një orë e gjysmë vrasje në mes aeroportit. Nëse s'ka prit det mbaroj nuk ka. Zoti Balliu, ju lutem mbyllni tash për buxhetin, kaloni ke buxhetin. Mos ndërpresi, po ndërprer patjetër që do vazhdoj unë. Tani nuk ka asnjë budallan këtë vend që të mendoj që zona më e sigurt në Shqipëri, aeroporti, mos gjej policë për orë gjysmë. Ndërkohë, për 3 monopatina dalin 30 policë. Dhe pyetja ime është, meqense e kemi pyetje përgjigje, meqense e kemi pyetje diskutime. Pyetja ime është kjo. Në këtë buxhet që nuk mjafton për hetimet financiare që duhet bënin lidhje me pastrimin e parave që ju ka sugjeruar Departamenti i Shtetit, si do ta zgjidhni për kartelet? Pyetja ime është, cilët ishin njerëzit të cilët shkelën ligjin në arrestimin e presidentit të Republikës duke arrestuar me dhunë? Dhe pse nuk janë marrë masa ndaj tyre, por burimet tonë që janë graduar? Pse nuk janë arrestuar në kohë bandat e Durrësit, pasi dolën flet arrestet, po u prit 50 ditë për të kryer operacionin? Dhe pse në drejtimin tuaj dalin më shumë të inkriminuar në policinë e shtetit se në çdo kohë tjetër? Atëherë, faleminderit zoti Balliu. Atëherë një kujtesë për gjithë kolegët. Sot jemi për diskutuar për buxhetin e vitit 2026. Në bazë të ligjit, drejtori i përgjithshëm i policisë thirret për seancë dëgjimore për veprimtarinë e policisë shtetit të posaçme. Kështu që nëse keni, dhe sigurisht që keni gjëra që lidhen me funksionimin e policisë shtetit, duhet i adresojmë në seancën specifike që ne bëjmë për policinë e shtetit. Dhe e ka detyrim ligjor drejtuesi i policisë shtetit që të vitet raportoj pranë këtij
komisioni. E kemi vendosur ne si ligjvënës këtë detyrim në ligjin e ri për Policinë e Shtetit, kështu që le të respektojmë dhe le të përmbajmë seancave apo mbledhjeve të komisionit për objektin për cilën është mbledhja e komisionit. Sot jemi për buxhetin e vitit 2026. Ju lutem shumë mos i shmangemi këtij objektivi. Dhe sigurisht që zoti drejtori i përgjithshëm rezervoni të drejtën për të mos ju përgjigjur pyetje që kanë të bëjnë apo që nuk kanë të bëjnë me buxhetin 2026 dhe ti përgjigjen pyetje që kanë të bëjnë deri në 1 shtet rruse me projekt buxhetin e vitit 2026.